kabineti qeveritar njëkohësisht gjithë janë edhe deputet. Po kjo është një vazhdimësi të një vendimit më hershëm që u morë para raundit parë, ku 26 milion euro u zotuan për studentët dhe për disa kategori tjera një burse mobiliteti, si që qujtë për studentët e cilët udhtojnë prej komunave tjera, që t'ju sponsorohet në formë të bursës. Dhe kjo tani po ekzekutohet në prag të zgjedhjeve lokale, në raundi 2 do thotë për zgjedhje lokale, dhe u arsyetu gjëja për shkak të fillim vitit akademik të studentëve, ndonse kjo ka filluar shumë herë, të viti akademik ka filluar në 15 shtator, tash se ka ndryshuar dhe nuk lidhet asgjë me atë mas. Në kohën kur pasi zotri Kurti shkoi për të marrë turpshëm një çmim për Universitetit Prishtinës që u jap Vjosa Osmanit dhe zotrit të Kurti si kryeministër, si alumni të këtij universiteti, një akt i paprecedent i servilizmit që Universiteti i Prishtinës e bëri ndaj figurave aktive politike në kohë të fushatës zgjedhore. Dhe kjo tani po ekzekutohet me një mesazh të personalizuar prej një kryetarit partisë politike që është në garë për fushatë zgjedhore. Dhe kjo është një abuzim i pastër me resurse publike, ku fushata bëhet me parat e taksapaguesve të Kosovës dhe bëhet në mënyrë të kundërligjshme. Do thotë për shkak se kjo është një qeveri në detyrë, që ka miratu vetë një ligj ku i kufizon kompetencat e qeverisë në detyrë, dhe pikërisht kjo qeveri e shkel këtë ligj. Edhe kjo shembulli më i keq që mundet më dhon gjeneratave të reja studentëve, qysh nuk duhet me pas vëmendje dhe kujdes për sundimin e ligjit dhe respektimin të rregullave normave demokratike. Unë nuk e di sot një student i fakultetit juridik qysh mundet mundi mirë kur i pranon 100 euro në mënyrë të kundërligjshme dhe ai ose ajo synojnë të jenë mbrojtësit ose gardiant e ligjshmërisë të këtij vendi. Thotë është një akt i cili duhet dënuar në aspektin edhe të votës. Ata qytetarë që sot mendojnë ose shiten për 100 euro në mënyrë të kundërligjshme që ju kthehet prej taksave të ne, kjo tregon për një qeveri e cila nuk ka një vizion për të qeverisur. 26 milion euro për të përmirësuar kushtet e studentëve do të ishte një investim shumë më i mençur se sa një lëmosh që japet një herë në prag të fushatës zgjedhore. Por fatkeqësisht po kemi të bëjmë një elektorat i cili është shumë i interesuar për përfitimet momentale të shkurta që mundet me marë, sesa që ka një vedije për pasojat që mundet me pas vendi. Ta zamë Zvicër e kishin një referendum me marë rroga pa punu heq, se kishin pare mjaftueshëm dhe qytetarët dolën votun kundër, për shkak se patën sens të lartë vedijes për ekonominë e vendit dhe çfarë kjo mundet me shkaktu. Kurse në Kosovë nuk e kanë gajlet, them ashtu, nëse disa qindar kjo japen në mënyrë të kundërligjshme dhe bëhet dëm buxhetit shtetit. Krahas kësaj do të ishte vendimi për buxhetin e shtetit komplet në mënyrë të kundërligjshme, pa asnjë të drejtë që qeveria në detyrë të inicojë miratimin e buxhetit, dhe aty po afekton 500.000 njerëz. Do thotë nëse i shohim njerëz të cilë targetohen direkt prej përfitimeve që u tha që do t'i marrin, janë 500.000 persona që kjo ka një efekt shumë të madh elektoral. Dhe këtu krejt po bën thotë persona të cilët vazhdimisht janë neglizhuar dhe po blehen në fund të procesit zgjedhor. Ta zëm administrata publike ku lëvizjave të vendosin sondazhe del veç 20% të punonjësve të administratës publike votojnë lëvizje me vendosje dhe besoj që këta 20% janë këta ushtruese detyrave që i kanë lënë për pozita dhe janë tu përfituar në mënyrë të përkohshme. Por administrata publike është një e përsekutuar për lëvizjeve të vendosje. Do të ka qenë një presion i hatashëm që është bën mbi secilin prej tyre, nuk janë hap pozita të reja, nuk i kanë leju avancimet nëse s'keni qenë të afërt me partinë pushtet, dhe kjo ka kriju irritim të administrata publike. Dhe unë nuk besoj që dikush administratës publike tani do të duhej që për një rrogë të 13 për vitin e ardhshëm, nëse miratohet buxheti, e që është jo këtë vit nuk mund ta marrin. I bie në fund të vitit tash një vit. Ti marrin edhe më gjatë. E këto nuk besoj që qytetarët duhen me harru dhe me i fal Milan me këtë kaq lehtësi, për shkak se kjo do të është një kulturë jashtëzakonisht e ulët edhe sens i ulët i demokracisë e sundimit ligjit, të cilën ne duhemi me kultivu dhe mos me pranu më shit për kaq pak e kaq lirë e me dame me qenë shumë më madh. Që bëhet ballë një qeveri e Berat, pra e cila është sipas opozitës jashtëligjshëm duke i marrë pozicionet e veta, ka edhe një vendim gjykatës supreme që e konfirmon të këtë që po thot opozita, e në anën tjetër pra qysh i bëhet ballë për derisa ata shkepin parë dhe ti duhesh me drejtu kutive të votimit dielën. Që këtë termi banana republik, dhe më thonë ka lind në Amerikën qendrore atje, për ato kompani që kanë vjell banane, mirë për me kalimin e viteve,
ka marrë një definim tjetër, kur autoritetet nuk i respektojnë ligjet. Dhe me thonë, në rastin konkret, ku qeveria nuk respekton autoritetet tjera që janë të barabarta para kushtetutës, gjykatat e këto sene tjera. Na jena, Republika Kosovës është në rënje të lirë, sa i përket degradimit edhe qthurjes politike të mbrëmshme edhe të jashtme. Tash, problemi është definitivisht, dhe më thonë, një shoqëni nuk kolapson edhe një shtet nuk kolapson për shkak se qeveria është shumë e dobët, por kur edhe opozita është në gjendje të mjerueshme. Fatkeqësisht, opozita ka brum, por nuk ka organizim. Edhe tash, PDK-ja është në pritje të zhvillimeve në Hag, LDK-ja ka met diqysh sipas opinionit tem, LDK-ja është në një udhkryq të jashtëzakonshëm se nuk kanë shumë, si më thonë, arsye gati edhe me ekzistu. Në kuptimin e filozofisë pse janë ata. Tash, sigurisht për vene si shoqënitë tona është pak problem, si më thonë, mi konceptu strikt ideologjikisht partitë politike. Po LDK është në një limbo, nuk e ka shumë qartë. Mirë po, ta zomë kryet procesi Hagës, qysh do që të kryet. Me këtë qeveri, me këtë mentalitet, na që kajna të ipote Albin Kurti është që kësë një kufimo. Dhe më thonë, nuk ka as një penges, as morale, as ligjore. Ky ka thonë, nuk i respektoj ligjet, kushtetutën ka, tha dhe Alberti, dhe më thonë, ky vendim gjykatës supreme që nuk guxojnë me marrë vendime, ky merr, jo që merr që ndritësynit edhe del në për të bime, thët ja, kom qita të, qështë e ke thesi, gjilponat, nuk pilon me vje dhe sene, kjo është vjedhi që ka bosët, dhe më thonë, kjo është përgjithësi, me një vend, me një shtet prokuroria do duhej me marrë masa, sepse nëse ka vendim që ndaluhet me marrë vendime, atër kjo ka shkel, dhe më thonë, ka aktgjykim që zbën me marrë vendime, kjo po merr vendime, kjo me ble vota. Dhe më thonë, ato që e banë Shqipninjën, është që shkojnë t'ju dhonë pare kesh, në këmbim, atje e bojnë, në plot vene e bojnë, aty që është t'jep 100 euro, ta merr lejnë njoftimit, t'nalë mas me votu, se a i thët, mi merr pare të më voton kundër, po a i ta konfiskon lejnë njoftimit. Ky çka ka bo është, po, dhe më thonë, atje në bastionet partive politike, shkojnë bastion të azomë në Kavaj, ka PD-ja, këta shkojnë edhe ja marrin katunit lejnë njoftimet. Jo tonëve një numrit madh, sa për me përmbys ato, se thot s'di që shenali, unë m'ja dhonë pare të shkën në vëtën. Ky çka ka bo është, ky thot, pse mi vjedhën e qëtë pare m'ja dhonë kënena, unë thot pja dhonë drejt për Xhirolllogarisë. Po kjo vjedhi është. Dhe më thonë, qërti qëfar deregje, mi dhonë studentave pare. Pse? Me çka e meritoj studenti mi marrë që ato pare? A veç që munësh? E tash. Nuk bënë drejtësia, se s'bënë të shumë. Po ky pe bën. E tash. Problemi është që